A mendoni se vetë SPAK-u duhet të vetë pastrohet nga elementë atill që mund të nxjerrin informacione në media apo dosje të caktuara, dhe nga ana tjetër, a kemi një përplasje të fortë midis vetë prokurorëve në SPAK që mund të kenë orientime të atilla apo interesa të caktuara, qofshin ato politike apo me elementë të tjerë të botës së krimit të organizuar? Kam besim që në strukturën e SPAK-ut ka prokuror të ndershëm, prokuror të pastër, prokuror që e ndjejnë përgjegjësinë e detyrës dhe përgjegjësinë për t'i dhënë popullit një të vërtet, një hetim të plot, të argumentuar, të mirë studiuar, me qëllim që të mos shpëtojnë këta kriminalë dhe këta hajdut që po vjedhin ditë për ditë. Të dhënat që kam unë për SPAK-un zotëri janë që, jo të dhënat që kam unë, po dyshimet, po them më mirë kështu, dyshimet e mia janë që atje ka njerëz, prokuror, që i ka Fatmir Xhafa në dorë, i ka në dorë, i komandon ai, bashkë me Edi Rami. Por ndërkohë edhe Sali Berisha ka njerëz të tij atje. Dhe unë nuk i them kot Berishopullos, sepse Sali Berisha, një gjithë veprimtarinë e tij, 32 vjeçare, ujtë e ka çuar në mullit të Grekut. Pra janë këta të dy, është partia e punës që po i vjen festja vërdall tani sepse po shkurtohen ditët dhe po u hiqen njerëzit e tyre, po u priten këmbët, po u priten tentakulat dhe do të japim llogari para qytetarëve shqiptarë që të kemi atë punë. Brenda SPAK-ut patjetër që ka njerëz të ndershëm, patjetër që ka njerëz prokuror të devotshëm që të përgjegjshëm për detyrën që u është ngarkuar, por janë në presion të jashtëzakonshëm dhe ata janë në presion të jashtëzakonshëm nga mafia që është në pushtet, nga mafia që është në qeveri, nga mafia që është në opozit, janë nga të tëra ata janë të sulmuar dhe të dhunuar. Kam besim absolut që struktura amerikane që i organizoi dhe i ngriti SPAK-un do të dalë zot këtyre prokurorëve të ndershëm, do pastroj SPAK-un nga prokuror të shitur dhe agent të shërbimit sekret të komanduar dhe tani aktualisht nga Fatmir Xhafa, sepse ai koka e gjithë korrupsionit dhe krahu i djathtë i Edi Ramës në pushtet, ai organizon të tëra. Dhe kështu që unë kam bindjen absolute që do gjejnë vendin secili nga këta prokuror që janë të shitur dhe që i kanë nxjerrë këto dokumenta dhe dalja e dokumentave ka të bëjë direkt me personat që janë hetim. Fare rastësisht këta ta quajturit hakera vajtin edhe gjetën dokumentat e këtyre që janë hetim, pse nuk gjetën dokumentat tjera, provat tjera. E kuptoni, i kanë nxjerrë vetë prokurorët e SPAK-ut ato. Ata që hetojnë ato çështje, ata i kanë nxjerrë. Dhe për mua ata duhet dalin para përgjegjësisë. E kanë dhënë ata informacionin, absolutisht po. A mendoni se SPAK-u do të përshpejtojë tashmë dosjet e nxehta që ka në duar, sidomos pas këtij sulmi? Varet nga mbështetja që do t'i japi shteti amerikan dhe BKH-ja në luftën e tyre kundër këtyre kriminalëve. Po kanë mbështetje dhe po kanë mbrojtje, patjetër do ta bëjnë. Por duhet pastruar SPAK-u nga këta që i ka kolon e 5. Jo më larg se para pak ditësh zoti Pilinçi deklaroi dhe tha edhe nga SPAK-u thiri mendjen, tha filloni arrestimet se ndryshe do vini ju brenda pastaj në burg. Janë qarta gjërat. SPAK-u është në një tërtysni të llaktarshme. Qoftë në jashtë, qoftë nga brenda, qoftë nga Salihu, qoftë nga Edi Rama. Pra janë ata të interesuar ta bëjnë këtë punë, nuk ka hakerat për këtu. Dhe nuk ka pse të hyjnë hakerat atje. Si mendoni, me rikthimin e përfaqësuesve amerikan të Obdatit, forca goditëse e SPAK-ut do jetë më e madhe apo do kemi të njëjtën vijimësi si deri më sot sa i përket raportit të figurave politike me drejtsinë? Kam besim tek
ata që e kanë dërguar këta zotëritë e Obdatit, kam besim që do t'i çojnë gjërat deri në fund. Sepse ka arritur puna atje ku nuk mban më ujë pilafi. Këtu popullit po i bën pa drejtësi të llahtarshme. Kanë arritur deri atje sa një informacion që e mora sot merr informacionin nga Tërbaçi i Vlorës, që kanë arritur që ndryshojnë hartat kadastrale, që falsifikojnë për ta bërë një sipërfaqe 8.000 metra katrore për ta bërë 45.000 metra katrore. Nuk kaq po them për kësaj radhe sepse kaq më dha qytetari që më kontaktoi dhe lerit të tjera pasaj se tha bëhen e sa s'bën që i kemi deklaruar dhe këtu edhe denoncuar dhe këtu në emisionin tuaj. Shqiptarëve po u bën tortura të jashtëzakonshme për t'i shpronësuar, për t'i shpopulluar dhe për t'ikur. Këtë e bën direkt Edi Rama me Sali Berishin, janë në unison, Partia e Punës së Shqipërisë. A mendoni se me vendosjen e tarifave kundrejt shteteve të huaja, por në këtë rast të Shqipërisë, Donald Trump po përgatit edhe listën e goditjeve për të shpallur në ngrata figurat larta të politikës shqiptare, të cilat mund të jenë të lidhur me krimin organizuar? Absolutisht që po. Absolutisht po, do t'i bëj. Kam besim të presidenti Amerikan, sepse ka filluar luftën kundër krimit ndërkombëtar që drejtohej nga Sorosit me shok, dhe janë falangat e atyre, janë tentakulat e atyre që do goditen dhe në Shqipëri dhe do ta marrin atë që u takon. Si mendoni, pse Edi Rama nuk ka reaguar për sulmin që u bën ndaj Spakut, duke qenë se ai ka reaguar për shumë çështje, qofshin ato edhe më banalet? Se thjesht fare, i ka vajtur ujt, e di që është organizuar nga njerëz të tjerë, por i ka vajtur dhe ujt në mullin të tij, ai kërkon me çdo kusht të godasë Spakun. Po ju them qytetarëve shqiptar dhe i garantoj për të punë se ka besim te Amerika. Nuk do preket Spaku, nuk do asgjësohet Spaku, por do vjen këta brenda, këta kriminal, këta gangster, këta hajdut, këta palaçot që drejtojnë politikën shqiptare. A mendoni se në këtë rast Edi Rama është i trembur sa i përket dosjes së inceneratorëve, por edhe dosjes së Charles McGonigal, ish agentit të FBI-s, në të cilën kryeministri Edi Rama dyshohet si i përfshirë? Rama është, si i tha i shqiptari dikur, Bir Selmani nënës këtë qaj më parë. Rama s'ka që këtë mbuloj më përpara, këtë mbuloj. Të mbuloj me atë pislukun që ka bërë me McGonigalin. Të mbuloj atë gruaja e Bilalit, që vajti me roba grash. Të mbuloj krimet që janë bërë në prona dhe në drejtësi shqiptare, që të mbulojmë përpara. S'ka të mbulojmë përpara. Edi Rama, e kemi thënë, mbas qeverisë teknike, Edi Rama do arrestohet. Këtë informacion kemi në Amerika, këto të dhëna na janë thënë, dash Zoti të bëhen sa më shpejt, unë këtë pres, të bëhen sa më shpejt, se po vjen data 15.